Një mirë mëngjes tjetër ju vjen tani nga kuzhina jo në Villa 24, ku unë jam bashkuar me Katin. Katin? Mirë mëngjes e dashur. Si e sot? Po mirë, jemi shumë mirë, por këtu në 31-shin është momenti, do me thënë është dita e fundit, ku anvisave do të japim edhe një përshëndetje, por edhe një, si thuash, një sugjerim për kekun e vitit të ri. Ku aty do të vendoset leku dhe do të gjendet fati i kuj do të jetë fati në familjen tuaj për 2026. Neve do të bëjmë kekun këtu dhe do të aprovojmë edhe këtu me stafin tonë se kush do të jetë ai fat madhi i stafit, apo jo? I stafit, po, do të bëjmë kekun, do vendosim lekun, do të ndajmë, do shohim se kuj do t'i takojmë mbarësia e një viti. Se ne këtu jemi si në shtëpi, jemi si në familje që është e vërteta, ne këtu gatuajmë, këtu qeshim, këtu bërzitemi, këtu grindemi, këtu fillojmë një ditë të re nga fillimi, kështu që në një farë mënyre kemi nevojë edhe për këto detaje që i bëjmë brenda shtëpisë, sepse në një... Sigurisht, jemi një familje ashtu siç e the, është vila që përmban, domethënë përmbledh stafin tonë. Që vërtet është një staf i mrekullueshëm dhe unë i falenderoj pafund, ashtu siç them gjithmonë, janë njëri më i mirë se tjetri. Edhe kemi të gjithë të rinj, edhe çunat të mrekullueshëm. Edhe goca. Patjetër, ku ka. Atëherë, t'ju them pak që në fillim, me produktet në Ranzi do gatuajmë sot. Më të mirat që mund të provoni. Këto pazaret e fundit shpejt e shpejt që ju kanë mbetur, kërkoni një produkt që se gjeni në asnjë vend tjetër, e sigur që e gjeni tek Neranzi, super cilësore, super të freskëta, një gamë të pafund të produkteve që nga frutat e thata, vaji i ullirit, gjithçka, çokollatat, petët e baklavas, kadaifin mund ta bëni edhe sot shpejt e shpejt sepse nuk do shumë punë. Kekun që do bëjmë sot, receta të kripura, gjithçka që ju duhet të konservuara që shumë i preferojmë tani në fundit, në fakt se ndërtojmë receta kreative, sallaturina, i kemi aty gjendje edhe për në serat e projnë i përdorim gjatë janarit. Kështu që një vizit tek Neranzi, gjithmonë një hap përpara edhe mbyllni edhe gjërat e fundit që ju kanë mbetur për tryezën e darkës së ditës së sotme dhe gjitha ditëve në vazhdim, sepse kemi fest, disa ditë radhazi, ditë pushimi, ditë festa, ditë për të burgozuar, ditë për të ndarë urime, për të falur dashuri edhe për të nisur një vit të ri, ashtu siç duhet, me buzëqeshje, me shëndet dhe plot të mira, të cilat ja urojmë sigurisht edhe nga Villa 24. Dhe ne nisim me njëherë nga puna. Dhe ne nisim me njëherë për të përgatitur këtë kekun e Krishtlindjeve. E vitit të ri. Edhe për Krishtlindje mund ta kishim bërë nëse do ta preferon. Bëm gjëra të tjera për Krishtlindje. Tani plot kemi bërë në fakt. Edhe këtë për vitin e ri. Sepse thamë që këtu ne duhet të gjejmë lekun. Të gjejmë fatin. Kush do të jetë njeriu me fat? Të themi Anila që neve kemi përgatitur një. Ja, ky është, domethënë, keku i vitit të ri. Brenda kemi vendosur një lek, atë do ta përfundojmë neve, sepse aty neve pastaj do të vendosim edhe çokoladë sipër që ta bëjmë si dëbor. Edhe me këto sheqernat, me sheqer të djegur që ka ti jep këtë formën, shiko sa bukur. Do na e tregoj pak më vonë, nuk po ai zbuloj unë mënyrën si përgatitet, po ndërkohë ja se sta logota nëpërmjet një tasti të vogël, Kati e ka vendosur këtë sheqerin e djegur sipër. Dhe kur e nxjerrim, krijojmë një shport sheqeri, një mënyrë shumë interesante për të dekoruar edhe pjatat edhe ëmbëlsirat tuaja. Do të bëjmë një kekë që është shumë i thjeshtë. Do të kemi gjalpin në ambient të kuzhinës tonë, do me thënë të mos t'jetë direkt nga frigoriferi, sepse nuk të razoj kollaj, kjo është e rëndësishme. Ose mundet, do me thënë që ta keni shkri pak, shumë pak, nuk duhet. Por kështu është më mirë faktikisht, sepse punojt bashkë edhe me gjalpin. Të themi dhe për bërësit, atëherë neve do të kemi sheqer, do të kemi gjalp, 250 gram gjalp, mund të përdorni gjalp bimor, gjalp shtazor, këtë e përzgjidhni vetë juve, te kompania Neranzi gjeni edhe njërën edhe tjetrën. Por aromatizues unë do të përdor këtu pak një maj bahar të mund, sepse vërtet të jep një aromë dhe një shije shumë të mirë, do të përdor plur kanel, do të kem këtu edhe vanile, për të aromatizuar akoma edhe më mirë, do të kemë baking powder, edhe pse do të përdori një miell që është enkas për kek, kemi miell të zakonshëm, kemi dhe miell që është enkas për kek, pra që do të thotë që ka vetë atë, do të thënë, mundësinë e rritjes së volumit të kekut. Gjithashtu këtu do të kemi atë kekun e parë, unë e kam përgatitur me çokoladë, do të thënë me çokoladë, grimca çokoladë, shto piklotit të vogla. Por madje e mora këtë, meqense kështu hapa
dhe hodha edhe ca stika. Po, fistik, se thash stika. Fistik, s'ka gjë, ashtu i ngatrojmë të gjithë. Stikat janë ato të vogla. Në rregull, hodha dhe një dorë nga ato që ta bëja pak meqense, domethënë është keku i fund vitit, nëse ju ndodhen qoftara, qoft fistik, çfarë mund t'i ndodhen, domethënë mund t'i shtoni, sepse i shkon çokoladës. Gjithashtu do të kem vezë, 5-6 kokra vezë, dhe në fund fare, se nuk do t'a lëm kështu të bardhë, është vit i ri, është dëbor. Ndoshta nuk është dëbor. Në lidhe gjithmonë fund viti me festat, me dëborën, me sliptën, me... Bëjmë domethënë, dhe unë kam përzgjedhur që ta bëjmë me 200 gram çokoladë të bardhë, që do ta shkrim në banjomari, edhe do të shtojmë edhe një lugë të çajit vaj të zakonshëm. Të do ta bëjmë në momentin pasi do të përfundojmë edhe kekun. Po shikoja këto që më pëlqejnë shumë, çfarë janë këto? Këto janë për dekor, janë këto, si kemi kokë, po mirë janë. Shumë bukur. Ashtu, këto i gjeni edhe këto te kompania Neranzi, prandaj i mora se dhe mua më pëlqyen vajta që bëra ca furnizime për të fund vitit. Më pëlqyen dhe i mora sepse në fund fare pasi do të vendosim këtë çokoladën sipër, do vendosim edhe këto zbukurimet që janë të ngrënshme, nuk janë kështu thjesht figura. Janë, po. Pra këto janë dhe përbërësit që do të na duhen për të përgatitur këtë kek të mrekullueshëm dhe sigurisht që në fund fare do të vendosim edhe një lek që duhet të marrim një lek andej. Si dhe vendosim në fund, na vendoshpojmë. Mo do ta vendosim, jo, do ta vendosim brenda. Do ta vendosim brenda, nuk do ta shpojmë sarade. Edhe ndërkohë që unë atë kam bërë në formën e kekut që kemi këtu në studio, ndërsa aty mora sot që të bëjmë edhe një yll. Ja, shiko. Edhe del si yll. Edhe këto janë të Neranzit, janë shumë bukura. Pastaj, përveç se kësaj që mund ta bëjmë me çokoladë, mund ta bëjmë edhe me sheqer pudër, edhe me pak lëng limoni, e shkrim derisa ajo domethënë të shkrihet, këtë mundësi për t'ia hedhur sipër kekut, edhe bëhet një mbishkrim. Pastaj nëse do të harri koha netër, mund ta bëjmë edhe atë. Një mbishkrim që mund ta bëni me diçka me çokoladë, me diçka si thua të kuqe. Madje them drejtën Anila, mua më pëlqen kjo salca. Është ka një shije kështu të ëmbël si pikante, edhe më pëlqen shumë, është ngjyrë e mirë për t'ia bërë edhe dekor keku, për të shkruar gëzuar vitin e ri. Është shumë mirë. Po nuk na e prishin, jo? Po jo, më që është pikante, është e ëmbël dhe është majoshe si kemi, diçka e tillë. Po mirë, do ta provojmë pra. Shiko, meqense mua më ndodh këtu, ajo është përgatime të ndryshme, por që mund ta bëjnë edhe me këtë them nëse nuk kanë çokoladë kafe. Fillojmë me njerë sepse e lash edhe faktikisht që të më bëj pak pjesa e gjalpit, dalë ta afroj këtu Anil se nuk më ndihmon ajo pjesa. Kishore citat unë se ti do kesh pak punë aty edhe do me kujdes mos bëhesh shtëpi, se s'na ke vënë as përpara se sot Kati në fustanin tonë festiv. Nuk do bëjem në momentin që do ta bëjmë punën. Hajde shohim pak receta, ndërkohë që Kati merret me grirje me rrahjen e gjalpit edhe të sheqerit. Keku i vitit të ri. 400 gram miell për kek, 250 gram gjalp, 300 gram sheqer, 6 vezë. Një lugë çaj baking powder, pra pluhur fryrës, cipaj një portokalli, 2 bustina vanilje, gjysmë lugë çaj kanell, 1 maj lugë armoskat, 100 gram çokoladë, 3/4 filxhan çaj qumësht, 200 gram çokoladë e bardhë, 1 lugë gjelle vaj. Do bëjmë një pije të ngrohtë festive sot. Ato verën e ngrohtë që quajmë ndryshe, na duhet 1.5 litra verë të kuqe, 1 filxhan çaj sheqer, 1 shkop kanell, 1 shkop vanilje, 5 karafila, 5 anis, 1 maj lugë armoskat, lëkura e 1 limoni, lëkura e 1 limoni jeshil, lëkura e 1 portokalli dhe lëngu i gjysmë kokre portokall. Me që se po shikonin përbërësit, te kjo e fundit e verës, ti tregoj pak këtë anis që pat në recet, se është jo vetëm ka një aromë shumë të mirë, unë po e provoja në fakt para se të fillonim dhe ka edhe një shije po ka ishte mirë. Kati më tha që mund ta përdorim edhe për aromatizus të çajrave. Shikoni pak sa e bukur është. Anis, ka formën e një luleje yll dhe me këtë do ta përdorim për të realizuar pikërisht verën e ngrohtë pas pak. Edhe karafilat i kemi këtu, kanellën gjithashtu, limonin, portokallin, pra këto janë ato që do të na duhen bashkë me shishën e verës për të bërë verën e ngrohtë, pijen e ngrohtë festive. Atyre jemi gati, pasi kemi bërë domethënë përzierjen e gjalpit edhe të sheqerit, do të shtojmë vezët një nga një. Po, siç bëjmë gjithmonë kur realizojmë. Por edhe 2 s'ka probleme. S'ka gjë, se s'do e heqim.
Kjo do në ndihmoj tani që të shkrihet edhe gjalpi më mirë, veç se të lutem Anila. Unë e di që e ke lënë për banjo marin këtë, po ta heqim pak se na pengon pami dhe e vendosim përsëri. Urdo, më thuaj çfarë doje nga mua? Në frigorifer kam qumshtin. Qumësht, po. Se na duhet edhe qumësht. Në frigorifer, kemi qumshtin. Ajo. Tani e përzim, sepse në ndihmuan vezët e para, që të kemi mundësi ta përzim më mirë. Vazhdojmë hedhim vezët një nga një. E përziej mirë që të fillojë veza të rritë të përzijet dhe të arrijë volumin. Për të marrë, do me thënë, edhe keku një, si thuash, volum. Tani, e ndërpresim dhe fillojmë dhe shtojmë këtu me radhë gjërat që do të thotë kemi, thamë do të përdorim vanile, baking powder mund të përdorim edhe tek pjesa, ta heqim fare kjo se s'na duhet, por i shtojmë edhe këtu direkt të gjitha me radhë se nuk është problem. Zakonisht e hedhim tek pjesa e miellit, por kur mielli është që ka përmbajtje, kështu që e hedhim direkt brenda, pra një lugë të kafes do të hedhum për masën që kam këtu tani. Se është e voçkëll, është e kafes, nuk është, ndërsa do t'jetë e çaj, do t'jetë një gjysmën. Po. Tani të marrim një tjetër, ose të fshim këtë. Edhe me bisht mund ta marrësh? Tamam, kur thua. Më mirë me bisht praktike, thua mirë Anila. Kështu e bëjnë ndonjëherë, edhe, ashtu. Marrim dhe këte, edhe që mos të përdorim shumë lugë. Është e drejtë. Është e drejtë. Tani, na duhet për këtë. Kemi këtë lugën tjetër. I hedhim. Kur në kemi të ndezur katë, okej. Shumë mirë. Në rregull, mbarua me aromatizusët, ajo që ngelet është për të hedhur edhe një, si thuash, do me thënë 3 grirje të tilla. E shoj me sy. Ajo është armoskat, apo jo? Armoskati, nuk e teprojmë sepse e hidhëron pastaj. Sa për të lëshuar atë aromën karakteristike. Ka një aromë karakteristike që e bën shumë të mirë edhe të shishën. Një përzierje tani të lehtë. Më shumë për baking powderin. Po me sa shoh, kjo ena nuk do na vi plot fare. S'ka gjë. Do shtojmë dhe mielin. Ne do shtojmë mielin, sigurisht, po tani do ta shtoj kështu, nuk ka nevojë për përzierje me këto, që mos të bëjmë edhe zhurmë. Mielin do ta trazoj me duar, do me thënë me lugë. Me lugë, nuk ka problem. Okej. Kemi, madje kishim një maris, po s'ka gjë, tani edhe me këtë. Është momentit, ja afrojmë tani edhe këto këtu, t'i heqim dhe këto. Doja t'i ishe, apo thash mos të dueshe për një gjë shtesë. E vendosim këtu. Do hedhim qumshtin. Unë do t'a hedh me sy në mënyrë graduale rreth një gotë, 3/4. Okej. Dhe do t'a shikojmë pastaj nëse ka nevojë për tjetër qumësht. A të duhet, apo nuk është momenti për të shkryrë çokoladësh herët? Jo, do vendosim këtë në furrë dhe çokoladën e duam për atje. Po, mirë, po nga që ai do të dali kështu. Mirë pra, po ha çokoladë, mi që s'është momenti. Marim të çokoladë që kam këtu. Ti hedhim pak miell. Tani, nga që ua di pak a shumë, sepse di se masë, do me thënë çfarë trajti do të ketë keku, e përzijej, do me thënë hedh miellin direkt. Juve në shtëpi, bëni, do me thënë, tam atje shikojni, 400 gram. Ose hidheni një herë pjesën e parë, trazojeni, pastaj shtoni edhe miellin tjetër. Duke përzier nga poshtë lart, që edhe vezët të ndihmojmë, do me thënë që mos të ulin volumin. Edhe të përzihet mirë, kjo është e rëndësishme. Okej. Edhe me lugë, me rrafsin e vezëve, por tani edhe me lugë bëhet pa problem fare.
Nëna tona s'kan pasur as rafse vezësh, Po, me lugë, me pirun, me kryenin të gjitha. Elektrike, i bënin me lugë. Do shofim tani nëse kemi nevoj për pak tjetër. Miell, po para do hedhim. Po, se kemi dhe pakës aty. Gjithmonë kur përdorim në kekra copëza çokolate, fruta të sata. Me që kam hedhu dhe fruta të sata, i lyhem me pudrosim miell, pak po. me miell, që të kenë mundësi, domethënë mos të qëndrojnë në fund. Të shpërndahen. I ndihmon mielli. Një përzierje të fundit e shikojmë nëse ka nevojë për pak miell akoma, po që nuk besoj. Të shohim. Okej. Këto format janë të mira, sepse janë piqen po aty, edhe ndërkohë të ndihmojnë edhe për ta nxjerrë nga forma pa e prishur. Po. Është gati, nuk ka nevojë për të shtuar. Edhe nuk të prishet asnjë cep. Ja, siç e shikoni është gati, nuk ka nevojë për të shtuar miell tjetër, nuk ka nevojë, është bërë tamam ashtu siç duhet. Tani edhe pse janë këto format, nuk e di. Ti shton pak gjalp. Mendoj që ti shtoj domethënë pak gjalp sepse për merak, letra, po megjithatë ato nuk ngjisin se janë enkas për atë punë. Po. Plus që është ajo që thamë që ai mjafton të grisim pak një cep të letrës edhe keku del. Po të lëm vetëm këtë të fundit faktikisht. Dhe në fund të fundit edhe nëse ashtu merr shije. Kjo është e rëndësishme. Gjalp është edhe jep edhe shije, kështu që ja pak këtu është mirë. Nuk e lyem, është në rregull. Tani e shtojmë këtë masën e përgatitur dhe kemi ndezur furrën në temperaturën 170 gradë dhe do ta lëm për 45 minuta, 50 do ta shikoni. Po që nga e madhe kjo formë më trëmbi, thash. Tu duk sikur është e thellë, po. Po më kështu, sepse duhet jetë dy gisht, se do fryhet, do rris volumin. Por që nga tamam. Duket e vogël, po është e madhe. Po lekun? Lekun. S'ke marrë lek? I kanë çunat. Hajde. Hajde, Gjulio, ma afro. Hajde, Gjulio. Do zoti të të bie edhe ti, Gjulio. Hajde, mo Gjulio, hajde, dile edhe këtu se s'ka gjë. Sa lek të kemi bërë? Gjulio, po pse 1.000 leksh, një 10 leksh na bën të punë, po s'ka gjë, se kur ta nxjerrim nga keku do ta japim prapë. Na i dha edhe lek shumë. Jo, në fakt mirë, kujt i bjerë. Pra ta bëjmë fatin tamam. O e bëjmë ose bëjmë. Ja, urdhëronila. Tani ne do ta parlosim mirë që të mos jetë në kontakt leku. Në kontakt me këtë dhe nuk do jetë faktikisht sepse në këtë e mbështjellim pra me një letër kuzhine, me një letër alumini. Ku do ta vëmë ne? Nuk do të jetë ajo tani, ajo do rritë ashtu. Tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Ja, është në rregull. Se mos na ngelet vija ajo pjesa aty edhe ta lëmë poshtë leku. Nuk ngelet vija. Nuk ngelet vija Nila, se do rritë volumin ajo edhe. Kemi tjetrin neve. Këtë, ne do bëjmë atë. Kjo do jetë pastaj për stafin tjetër. Faktikisht duhet vënë në një tavë kjo. Në fakt, po, në një nga këto të furrës. Tavat e furrës që ta vendosim brenda, por tani neve vëm këtu. Me kujdes, vetëm të mos digjesh ti, pa keku, bëjmë tjetër prap. Ashtu. Kekun e kemi vendosur në furrë, me lek brenda, një mënyrë që mund ta përgatisni tani shpejt e shpejt, ta ktheni atë mbrëmjen edhe në një lojë argëtuese për të parë se kujt do të jetë fat. Sigurisht që mund ta bëni edhe me byrek, kemi bërë javën javët e kaluara, byrekun tradicional, byrekun me qumësh, ku shumë në zonat e saktuara, kryesisht në Shqipërinë e Mesme, përdorin edhe për të vendosur lekun brenda, lekun e mbarsisë së vitit të ri. Është e gjitha dëshira juaja, është thjesht një mënyrë për ta nisur vitin edhe me buzëqeshje dhe në një farë mënyre, me pak optimizëm që do të jetë një vit më i mbar, më i mirë, më i shëndetshëm, më i gëzuar, të kemi më shumë dashuri, më shumë para, më shumë të gjërave që duam. Të gjitha që i lame nga pak këtë vit, të sjellim për me më shumë vitin tjetër. Ashtu. Kjo është ideja vitit të ri. Çfarë do të bëjmë ne? Tani ja do vendosim këtë njëherë që të bëhet ujë këtë shkrim çokoladën. Sepse duhet të bëjmë atë gjërën gati, ndërkohë të fillojmë të përgatisim edhe për punën e verës. Vendosim domethënë. Po pra, kjo vera e ngrohtë është shumë
këndshme, në ditë të ftohta shijon shumë. Se duam të lëm kohë. Zakonisht e konsumojmë të gatshme, po ndërkohë ka mënyra shumë të mira që mund ta bëni vetë në shtëpi. Ne kemi verën e neranzit sot këtu. Këtë do përdorim? Po, atë do përdorim. Ndërkohë duhet të themi këtë që neve masat aty kemi për një verë 1 litër e gjysmë. Kjo është 750 gram, nuk ka problem. Do bëjmë pak për bërës. Doan të bëjnë, do me thënë, dhe them këtë që si mund të bëjnë, do të reduktojnë, do i ndajnë këto produktet në mes edhe ja u bë. Sistemi gjithmonë, pra ne marim orientim masat e recetave, plus, minus. Do bëni për më shumë, do shtoni sasi. Do bëni për më pak persona, do ullni sasi. Dhe në sheqerin, ati është 1 filxhan, unë do me thënë 200 gram, unë do të hedhë gjysmë filxhan. Është mjaftueshëm, sepse një shishe të tillë do përdorim. Kështu që hedhim fillimisht to gjërat, që t'i vëmë të dyja një herësh. Si fillon puna? Ja, hedhim të parin sheqerin. Në një tenxhere të larë, hedhim sheqerin, gjysmë filxhan. Të shkri? Jo, s'ka nevojë të shkrit. Sepse do hedhim dhe pak verë, pastaj kur do hedhim këto përbërësit e tjerë, do hedhim dhe pak verë që të lëmë për 5 minuta të aromatizohen, pastaj do shtojmë verën tjetër. Okej, mirë, më faq që të pyes, po nuk e kam idenë si përgatitet. E di që më pëlqen shumë vera e ngrohtë, po s'ka problem, dhe është një verë që shumë aromatizuese faktikisht me gjithë këto përbërës që neve hedhim brenda, ju bëhet shumë e mirë dhe një verë e shishme. A le të përdorim këtë, megjithatë unë do t'i laj, edhe pse duhen edhe limon jeshil, edhe limon. Lëkura e 2 limoneve është më mirë. Okej. Pse sa hapën për para në këto katë? I lajmë edhe një herë tjetër për siguri. Atere, filloj me të parën, pra dhe i kemi portokallet do t'jenë shumë herë më mirë nëse i keni të freskëta, të baçes tuaj ose dhe të blera në treg, por që të jenë nga këto të fshatit që themi neve. I ku pjesa e parë dhe bashkë me të do të shtojmë edhe lëngun e gjysmë portokalleje. Nuk ka problem edhe nëse do të lëni këtë pjesën e portokallit brenda. Se në fund këto do hiqen. Nuk shtojmë më tepër, është e mjaftueshme ajo. Tani ndërkohë do shtojmë lëkurën e limonit jeshil. Nuk e hap dot këtë. Ndim. Mos u shqetëso. Kemi kaq djem këtu brenda në studio që s'ka nevojë që ta ne bëjmë këto punë të grave. Hedhim dhe këtë, edhe kujdes për kur heqim pjesën e lëkurës, do me thënë qoftë të limonit, qoftë edhe të portokallit, mundohemi që të heqim sa më pak pjesë të bardhë. Pra hedhim edhe këtë, hedhim edhe lëkurën e limonit të verdh. Faleminderit. E kemi gati, thot. Po, gati. Do hedhim edhe pak verë këtu brenda, kur pasi do të hedhim gjithë këto përbërësit. Edhe këtë lëkurën tjetër, bëhet një pije fantastike, shumë e mirë, dhe kënaqshme për të gjithë, dhe kjo është për hapjen e tryezës së vitit të ri. Do me thënë është ajo që pregatitemi për t'u afruar tryezës, sepse fillimisht fillojmë kështu, lehtas. E tham edhe më herët, bisedën e parë në fakt sot e nisëm pikërisht me këto këshilla se si duhet ta nisim dhe ta vazhdojmë ditën. Dhe në fakt ajo që Entela na tha është pikërisht ta nisim kështu, me një pije pak të ëmbël, me një përqindje të vogël alkooli, po me ndonjë frut tek tuk, të freskët, të thatë, me ndonjë copës djathtë, me pakës prosciutto, pra këto gjërat që teksa i gatuajmë, i provojmë edhe nga pak, bëjmë edhe gëzuar nëpër shtëpi, pra ajo atmosfera të ndihet pak gjatë gjithë ditës. Marim dhe këto të tjera tani, Anila? Po patjetër, po afroj. Verën e ke gati, kështu që çfarë të duhet? Përbërësit e tjerë, do të shtojmë një shkop kanell. Unë kam vanile këtu që është në këtë, do me thënë, shkop. Nëse ju gjendet, mundet, do me thënë që ta shtoni, sepse që është e vërteta, ka tjetër aromë, edhe këtë e gjeni sigurisht e kompania Nerandi. Nëse nuk keni, s'ka problem, mund të shtoni pak vanile të zakonshme. Hedhim 3 lule anis, hedhim edhe një dorë nga këto karafila, po deshë, do me thënë, po s'ka nevoj se ajo do kullohet, se mund t'i shponim dhe të këto pjesët. Urdo. Ta lë me kaq?
Që të shkojmë në reklamane e ndalojmë do me thënë Po, në prish punën jo, nuk na prish do shtojmë gjë tjetër? Asnjë gjë se kam ndezur akoma, do ta lëmë që ta shtojmë më mbrapa dhe ti shikojmë ashtu e bëjmë. Të mos bëjmë asgjë pa e parë, sepse janë gjërat janë detaje të vogla, por që duhen të dihen. Okej, mirë, shkojmë në publicitet, këtu jemi, po ju presim. Rikthehemi në studio, gëzuar të gjithëve ju që po na ndiqni vetëm në këtë moment, e vazhdoni të qëndroni me ne, do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë, sot kemi nisur që në orën 8, do të vazhdojmë të jemi deri në orën 11 dhe jemi në pjesën e dytë të këndit të gatimit, për të përfunduar recetat festive të 31 dhjetorit të kësaj dite të bukur, që japim kështu lam të mire edhe një viti të gjatë që sapo po përfundon dhe për pak orë. Po, është e vërtet Anila, neve të dashur Anvisa, fillua me atë kekun që vendosëm lekun brënda, kemi vendosur në furrë që të na bëhet gati, thamë që e kemi para përgatitur një sepse duhet të tregojmë edhe atë pjesën tjetër që do të bëhet një mbulesë me çokoladë të bardhë, të shkri që do ta bëjmë tani në banjomari dhe në rast se nuk do të kemi çokoladë të bardhë, mund të përdorni sheqer pudër, që thash që mund ta shtrydhni një limon brënda duke e përzier, sa ajo të lëngëzohet, edhe i bëni domethënë atë shtresën e bardhë që të na japi atë idenë sepse jemi në vitëri, jemi në ditë me dëborën, na sjell simbolike domethënë dëborën, bardhësi në shtëpitë tona, në shpirtrat tanë. Po. Ndjesë. Dhe bollëk gjithandej. Dhe ndërkohë të dashur Anvisa, neve këtu kemi filluar për të bërë dhe një pije të nxehtë për të filluar atë atmosferën festive fillimisht para tryezës vitit të ri, që këtu kemi hedhur, masat i keni aty, por unë kam bërë domethënë gjysmën e sasisë, sepse nuk do të kemi 1 litër e gjysmë verë, do të bëj 750 ml verë. Kështu që kam hedhur gjysmën e sasisë sheqerit, në gjysmë filxhan. Ndërkohë kam shtuar lëkurën e një portokalli, lëkurën e një limoni të verë, lëkurën e një limoni jeshil, një shkop kanell, lëngun e gjysmë portokalli, 3 lule anis, 3, 4, 5 karafil nuk ka problem, sepse ç'është e vërteta është jep një shije shumë të mirë kësaj pije të nxehtë, dhe këtu kam një shkop që është një shkop vanile. Nëse ju ndodhet, mundet ta merrni dhe ta hidhni. Nëse jo, nuk ka problem, mund të hidhni një majës vanile të zakonshme, për t'i dhënë një ekstra shije. Por ky shkopi ka një një aromë të veçantë. Tjetër gjë komplet. Është pak më i shtrenjtë, me thënë të drejtën, por mund ta përdorni disa herë, sepse neve një herë do ta përdorim. Një majë vogël ka aromë, në një herë se do ta ndjejmë aromën. Do ta hedhim brenda, neve me që na u ndodh. Juve nëse thash nuk ju ndodhet, nuk ka problem. Ja, duhet të kemi vendosur kekun në furrë për të u pjekur, kemi bërë dhe një kek në pjesën e parë me lek brenda. Edhe mos ta hiqni këtë, kjo prap, domethënë që ta bëni, ta gërvishni me thik, nuk ka problem, sepse në momentin që hidhet brenda e merr. Ta lëvizim dhe këtu te pjesa e lëkurës. Ashtu. Tani do të hedhim gjysmë gote, jo 1 gotë. Me verë? Me verë. Okej. Që të aromatizohet, do ta vëmë të nxehet. Duhet me patjetër të jetë verë e kuqe. Mund të përzgjidhni, s'ka nevojë domethënë të zgjidhni një verë të shtrenjtë, një verë mesatare. Mesatare e tham të dyja. Të dyja e tham, po. Pas kemi një mendje. Nuk e di është e parë. Atëherë hedhim edhe këtë brenda. Edhe lëm që të na zgjidhë të aromatizohet për një 5 minuta, mbasi të marrë val, pas valës do të lëm 5 minuta. Në 5 minutat që do të ketë marrë val, do të shtojmë edhe verën tjetër, do ta lëm, domethënë do fikim sobën në temperaturë sobës 1-2 minuta dhe do ta heqim, do ta servirim. Kaq shumë, kaq shpejt. Domethënë 5 minutat e para janë ato që do të marrin shijet nga këto gjithë përbërësit që ne kemi hedhur brenda. Ndërkohë, këtu duhet të them edhe për këtë banjomarin që do të vendosim për të shkrish çokoladën. Le të ndezim këtë të verë, se e kemi lënë të fikur. Duhet të dim këtë që asnjëherë nuk duhet të jetë, kjo duhet të jetë shumë e thatë. Nuk duhet të ketë fare pika uji brenda, nuk duhet të jetë e lagur, se nëse hedhim që të jetë e lagur, çokolata prish strukturën, edhe na sheqeroset, domethënë nuk
bëhet ashtu, do me thënë kremoze si që duam neve që të bëhet çokolata. E hedhim tani këtë. Edhe duke e përzirë, sa ju të filloj duhet të dim që edhe çokolata që është për të shkrirë është posaçërisht për çokoladë për të shkrirë. Për tek në randi si e bardha, e njëjta formë çokolade dhe masi është dhe në ngjyrën kafe, çokoladat e tjera më të vogla, ne i pam që i shtuam te keku, pra ato pikloti, janë në forma të ndryshme. Ka dhe kështu që janë, si thua, shumë të imta cake dhe ato përdorim në për ëmbëlsira, mund t'i hedhim janë ato që përdorim edhe larg. Duhet kemi tani kujdes këtu që mos na bien lëngje ujë, do me thënë, brënda tek çokolata, se ju thash në fillim fare, në momentin që bie ujë, ajo prishet, do me thënë, nuk shkrihet dhe nuk jep atë shkëlqimin që duhet të jap çokolata. Kështu që kujdes në momentin që e përgatisni. Dhe tjetra, ena nuk duhet të jetë puthitur me ujin që kemi hedhur në tenxhere. Vetëm avujt duhet të kalojnë. Vetëm avujt, pra shkrihet vetëm në avull. Janë ca, do me thënë, detaje të vogla, por që bëjnë atë diferencën. Edhe themi ne ndonjëherë që po ja e mora, e shkriva, e ka fajin çokolata që nga e skaduar, që nga jo e mirë. Dhe asnjëherë se pranojmë që kemi ne faj dhe nuk kemi kryer mënyrën e duhur. Ndërkohë shikojmë gjërat i bëjmë ashtu siç duhet bërë dhe të ndjekim këshillat që neve themi. Kemi dhe kadaifin këtu, a? Sa i bukur ka dalë. Edhe me qenë se jemi tani dhe kam pak kohë, të themi edhe diçka tjetër, më rastësisht kam parë një video në këto TikTok e kështu, sigurisht unë i falenderoj këto zonja dhe anvisat cilat janë të angazhuar dhe kanë dëshirën e madhe për të gatuar, por ndonjëherë bëjnë edhe gabime, do me thënë pa dashur, kështu e kanë mësuar ato mendimin e tyre. Çfarë ke parë, Kati? Për shembull, tek një video kam parë që zonja e preu gjelin e detit, nuk ka rëndësi ta presin racionin, nuk jam në kundërshtim, e marinovi me mënyrën e saj, por ajo që mori pastaj me thikë dhe shponte të gjitha racionet e gjelit të detit, kjo ishte gjë më e keqe që po i bënte e sakatonte, sepse e thante. Sakatonte. I ikte gjithë ato shijet dhe lëngjet që ka, dhe nuk duhet bërë ashtu. Shika, kështu që duhet fare, apo duhet jo, kujdes? Nuk duhet. Nuk ka nevoj ta hapësh ti, do me thënë ta shposh, që ajo e bënde me qëllim që të pikej. Të pikej, pra, të kalojnë në avujt brënda Jo, por nuk bëhet ashtu, që të pikej duhet që ta vësh ti në temperaturë të ullën, edhe kozjatje. Edhe kohën e zgjatjes. Gjeli nuk është si pula, gjeli është gjel. Dhe thamë që në bazë të kilograme duhet edhe pjesa e orëve të pjekjes. Dhe kjo është një tregues interesant. Pra një 5 kg çdo 5 orë, një gjel 6 kg çdo 6 orë. Ka një lloj rregulli në fakt, edhe kuzhina është vërtet. Sa e bukur doli Kati. Po tani shiko, dhe kjo është, si thua, pjesa e fundit. Po pra, që duhet. Shkon sa lezeti jep, se shije po e posë është çokoladë, e shkrirë, po dhe sa bukur që në gjanë. Edhe kjo, sa të marri tani? Edhe po kulloj nga pak që sa bukur në gjanë? Jo, duhet të kulloj. Se si themi neve... Jo. Dëbora bie edhe kuvete. Ashtu, po. Ku zë Dëbora? Si ca pëza akulli, do më thanë. Shtu edhe pak andej. Sina, kur bie në... Asa bukur. Ajo do ngri, sepse është çokoladë. Duhet më tjetër, do ngri. Pakës këtej tani. Okej. Edhe pakës këtej që shofim po ande. Ja, shife përballë. Ashtu. Se andej na shohin nga shtëpia. Sa të marri, do me thënë. Po. Nuk është e thënë. Shumë mirë, mos e vajmë. Shumë bukur. Ajo fillon ngrin me një herë sepse është çokoladë dhe do të ruaj formën. Duaj këtu më duket një çik. Askane. Tani bëjmë edhe këto. Zhgërpja kështu një çik sa për. Pa. Detaj. Si një tort doli tani. Po na e bëjmë çik të madh të kekun, ndonë se duaj bërë pak i madh. Kemi thënë, këto ditë nuk do shohim sa konsumojmë dhe sa ham, sepse dieta fillon në janar. Jo, po të ham nga pak nga të gjitha, se ne kemi bërë sallatrat të ndryshme, dhe dim të kombinojmë tryezën tonë, për shembull në Krishtlindje, neve mendoj se kemi kombinuar mirë mishin me sallatrat. Dhe më shumë sallaturina, e vërtet. Kështu që
që të kemi mundësi të konsumojmë dhe baklavan, kemi mundësi të konsumojmë dhe kadaifin, kemi mundësi të konsumojmë dhe gjërat e tjera. Pra, në tryezë do kemi pak nga të gjitha, por në racionet të vogla. Kjo është ideja. Edhe kur do të kemi mish, skepse të kesh edhe gjelin. Do të mendojmë, Krishtlindjet bërë mishin. Për vitëri do bëjmë gjelin. Ose për Krishtlindjet bëjmë gjelin, për vitëri do bëjmë. Nuk ka nevojë të bëjmë të gjitha, ta mbushim plot e për plot, dhe pastaj na ngelin. I bëjmë pak e sakt aq sa na duhet. Ndrojmë shije dhe nuk na mërzitet ai ushqimi që mos themi në datën 1, datën 2, prap do ham, domethënë. Thjesht të kemi një shije të re, të mos e teprojmë, të jemi të kujdesshëm për ruajtjen e ushqimeve që është shumë e rëndësishme. Çfarë tepron në mbrëmje, se si do t'i ruani në frigorifer? Do shkruajmë gëzuar apo do vendosim këto? Mua ma dhe këtë detyrën ti tani. Detyrën në rast të parë. Edhe gëzuar mund ta shkruajmë dhe të vendosim dhe vetëm 2-3 del vendi aty. Shikon, të thash që unë Anila të thash që kemi mundësi, do me thënë që ta shkruajmë edhe me këtë. Provoje njëherë. Atëra. Se këto kështu anësore nuk ngjiten thua ti? Apo duhet ishte çokolata më e ngrohtë? Prit një herë tani se do presim dhe dorë me këta. Jo, me kujdes, pse? Provoj me gëshër, bravo. Ato po shikoj apo s'po i gjeja. Kisha unë? Ja të shohim. Unë do ta provoj një, po nuk qëndroj, do ta heq. Tani shkrimin e ketë bukur apo? Ja. Po, male mua këtë. Unë gjiton këto, është se lezet. Po, ngjiten, më mirë ngjiti ashtu. Tani dhe karamelet mund të ngjiteshin ashtu. Po, më mirë ngjit ato. Ja, shikojeni pak. Ngjiti Anila se bukur do të duhet ta ngjit që t'ja u kthejte juve, mos të mërzisni. Me durim. E ke që është ngeli kjo për mua që nuk e di. Unë e provoj më, po e kam hallë se po të çoj gjithë punën dëm. Po jo, mërse. S'pa i vë këto, shofim njerë. Po teston shkrimin ti? Po. Ka ti me shkruaj në dras njerë. Ma e ta provoj shkrimin ti. Edhe të shofim kush del më bukur. Të pakten. Shtype. Po që të shtype? Jo, ashtu jo. Ja pak. Edhe një. Se ka hapur mirë, ka ti. Po me prej, ati e ke gëshërën. Po jo pra, se ka hapur mirë, shiko, kjo e nxjerë. Po e preve shumë, do të dali shumë. Po të dali drejt të paktën. Ja. Eq na hape. Ja, drejt doli. I bërë me gënë. Jo, kjo njëherë nxjerë shumë, njëherë nxjerë pak, nuk e marrë për sipër. Unë me shumë ta mund të shërbej kadaifin. O Kati, po lëremi se i vëm vetëm ca babaj gjysha kështu sipër, pse shumë bukur ngjan. Dhe bërs. Ja, me babaj gjysha. Një kështu, një slit, një drer. Nuk i vura gjitha anash. Anila sa të shikojmë, unë kisha një tjetër. Jo, po ta zura vëndin unë me këto, ty s'ke ku e shkruan më. Të duhet një më e hollë, një... Okej. Mirë, qofim kekun njëherë se? Shikoje njëherë kekun edhe... Mirë është, ka marrë pamjen. Recetat në ekran. Pamjen e dur edhe na hidhe edhe... Sa të bëjmë ca teste shkrimin me këtu, keku i vitit të ri. 400 gram miell për kek, 250 gram gjalp, 300 gram sheqer, 6 vezë, 1 lugë çaj baking powder, cipa e portokallit, 2 bustina vanilje, gjysmë lugë çaj kanell, 1 maj lugë armoskat, 100 gram çokoladë, 3/4 fixhan çaj qumësht, 200 gram çokoladë e bardhë. Dhe 1 lugë gjella me vaj. Kjo është receta, në fund pasi përgatisni brumin, lekun të mbështjell me një letër kuzhine, vendoseni diku në një zonë që ju doni, ne e vendosëm në një cep ylli, me qënë se atë tavën prej kartoni pjekës e që i gjeni, tek në ranzi e kishim në formë ylli. Pije ngrohtë festive është ajo që po vlon tani dhe po lëshon një aromë fantastike këtu në studio, të përgatitur me 1.5 litër verë të kuqe, 1 fixhan çaj sheqer, 1 shkop kanell, 1 shkop vanilje, 5 karafila, 5 anis, 1 maj luge armoskat, lëkura e 1 limoni, lëkura e 1 portokalli jeshil, lëkura e 1 portokalli dhe lëngu i gjysmë kokre portokall. Të gjitha këto i kemi në tenxhere. Kaluan 5 minuta, Anila. Nëse kaluan të shtojmë dhe verën tjetër. Sa do shtojmë tani? Të gjithën. A të gjithën? T'ja shtoj unë? Po. Hajde.
Pra një fillim kemi shtuar një gotë. Aj sa filloi të vlonte e gjitha, dhe tani kemi 2 minuta kohë. 2 minuta ja, e bëjmë tani si do që të bëhet. Shto, ja, sa bukur. E bëri që e bëri. Okej. Po, jo më shtu s'na dhe. E dholi tamam, po hajde gëzuar. Ska. Eshtje. Që është mulli se do t'a bënte më mirë ai. Mu mendova të paktën të kishe bërë 2025-ën. Ja tani, një babaj gjysh këtu. Jemi në fund fare. Po 2025-ën ku do t'a bëjmë? 2026 në fakt, se 25-ën po e lëmë që është e vërteta. Ja mo ja. 2026. A, bukuri. Ja, kështu. Tani do t'a kthejmë pak Ju nga e bëjni ju. më bukur nga në atje. Neve tani e shkruam si e shkruam. Jemi në fund fare. Edhe keq doli me Katerina. vërtetën. Rëndësi ka që mënyra e përgatitjes së kekut është i mrekullueshëm. Lekun e kemi vendosur brenda, neve tani për pak do të kalojmë në ndarjen e kekut ton këtu dhe për të patur se kush do të jetë ai si thuash Mbarësia. Gjë të cilën ne nuk do e bëjmë live, sepse një pjesë të mirë të stafit i kemi në regji, kështu që nuk mund të vinë këtu se... Nuk e kemi mundësin. Tani është koha që të bëjmë gëzuar bashk. Gëzuar e dashur. Për një vit tjetër që po mbyllim, edhe për të parë në janar, edhe për të... Me shëndet, me mbarësi, me dashuri dhe harmoni. Të tjile pa që dhe të vitin ka. Faleminderit. Gëzuar. Gëzuar e dashur. Gëzuar dhe nga ana ime të dashur miq, ju uroj të keni një vit sa më të mbar, plot shëndet, mbarësi, lumturi në familjet tuaj. Gëzuar dhe ju të dashur adhetar brenda dhe jashtë adheut. Gëzuar. Gëzuar. Bashk do të rikthehemi me të ftuarit pas pak. Tani kemi publicitet.